Në 11 maj, Vlora qelë zyrtarisht sezonin turistik veror, siç duket edhe nga pamjet, jemi në një nga plazhet publike të qytetit të Vlorës. Situata mbetet e njëjtë si ajo në vitin 2012, dhe pse plazhistët tashmë kanë ardhur në qytetin e Vlorës, sërish problematikat me derdhjen e ujrave të zeza në këto zona ngelet prezente. E tillë mbetet situata në qytetin bregdetar të Vlorës, ku edhe pse sezoni turistik fillon në javën e 2 të muajit maj, problematika mbetet e njëjtë për sa i përket derdhjes së ujrave të zeza në plazhet publike dhe jo vetëm. Problematika mbetet plazhi publik i ri dhe plazhi publik i vjetër, ku kanalizimet e pallateve derdhen në det, ashtu sikurse edhe vite më parë. Sipas Agjencisë Rajonale të Mjedisit, ka një projekt për devijimin e kanalizimeve aktuale drejt kanaleve qendrore, duke eliminuar në një farmase ndotjen ambientale në bregun e detit. Gjendja mjedisore paraqitet jo e mirë. Kemi një derdhje të ujrave të zeza në det, akoma janë prezencë, pavarësisht se po punohet për lidhjen e rrjetit me rrjetin qendror, por momentalisht këto vazhdojnë të derdhen në det. Gjithmonë të njëjtat pika që kanë qenë, siç u thashë më parë, projekti po vazhdon, bashkia po vazhdon për lidhjen e këtyre pikave me rrjetin kryesor, por deri sot kemi prezencë të derdhjeve të ujrave të zeza në det. Shqetësimi i derdhjes së ujrave të zeza në ambientet publike përgjatë vijës bregdetare është një problem i hershëm dhe që kërkon zgjidhje imediate. 2 plazhet publike të Vlorës u vendosën në verën e 2012 në listën e zezë të plazheve të ndotura. Megjithatë, zëra pranë bashkisë së qytetit flasin se po punohet për eliminimin total të këtij problemi.